Jam Lisa, jam themeluese e organizatës Tip 1 Amël, që ka për qëllim mbështetjen e personave me diabet tip 1, duke qenë që edhe vetë jetoj me diabet tip 1 që shumë vite. Na ka inspiruar me u bë pjesë e Open Lab Days, pasi që kemi pa impaktin që ka 2 lab në fushën e mjedisit, riciklimit dhe biciklimit. Po ashtu 2 ka një laborator kogasi perfekt infrastrukturën për me e kriju një produkt të qëndrueshëm edhe që përçon mesazh në audiencën e duhur. Instalacioni jonë është një kukull e cila është mbuluar me krejt materiale të cilat na i përdorim çdo ditë për me jetu. Domethënë jemi mundu që edhe personave tjerë që kanë diabet, mjau tërheq vëmendjen që me qenë ma kujtesshëm për materialet që i përdorin. Mirë po edhe me një mënyrë me vetësu edhe popullatën e gjerë për mbetjet mjekësore të cilat krijohen edhe nga personat me diabet, po edhe domethënë nga produkte të cilat ne i përdorim në jetën e përditshme. Që ku mësu është që ekziston një lidhje kogja e madhe mes procesit riciklimit, do qëndrueshmërisë dhe pajisjeve mjekësore. Na jo veç që i kena reduktu mbeturinat e këtyne pajisjeve, po edhe kena ndërgjithësim më të madh. Përmes kësaj vepre kemi qëllim për me tregu sfidat që i kalojnë si emocionale, si fizike edhe financiare, pasi që krejt qëto materiale do mi ble vet, edhe në fund krejt materiale gjuhen në borllog edhe nuk riciklohen, edhe mundeni me pas se sa shumë materiale përdoren.